Kemi shumë pak kohë tani, 2-3 minuta, dhe tani që mbaroj kjo hyri kushyri, këto janë skuadrat, tani ka 2 muaj për të bërë lufta për atë që këtë zgjedhin njerëzit, se çfarë lloj skuadre të kesh, tani rëndësi ka sa vota do të marrë informacionet politike, si e shikoni këtë? Propozimet e opozitës, mjaftojnë propozimet e opozitës për të thyer gjithë atë mur të qeverisë, ku hyn gjithë gjërat që ka përmendur opozita. Është muri i njeriu të gjithë pushtetshëm, i cili administron shumë pushtet. Propozimet e opozitës janë propozime reale për zgjidhjen e situatës emergjente të krijuar në vend, në të gjitha aspektet e situatës që lidhet me varfërinë, me pagat, me pensionet, por edhe këtë ekonomisë në total, edhe të drejtimit të gabuar ku po shkojmë deri në krize të pashmangshme. Kështu që pa folur pasaj për ruajtjet e Republikës Parlamentare dhe për drejtat e njeriut e gjitha me radhë. Kështu që jemi të këto konceptet praktike. Pa diskutim që ka ardhur momenti që gjithë secili prej nesh, gjithë secili nga përfaqësuesit e opozitës në listë, të heqin kollarën dhe të zbresin në terren. Programi është i domosdoshëm sepse është programi i cili ti do qeverisësh Shqipërinë. Por nëse nuk shkelim në terren dhe nëse nuk përballemi pikërisht me këtë murin e fortë të pushtetit, ai është vështirë për të thyer. Kështu që në këtë aspekt unë mendoj që Partia Demokratike dhe të gjithë njerëzit e saj do gjej forcën që të jetë në terren dhe të jetë bashkë me njerëzit për të drejtuar një fushat e cila mund të jetë nga më të vështirat, por ka qenë më e bukur duke parashikuar rezultatin e saj, që është fitoria e zgjedhjeve mas 12 vitesh opozit dhe dërgimin e Partisë Socialiste në opozit për të ripastruar veten dhe për të rikthyer në një parti që t'i shërbejë shoqërisë. Kontakti me njerëzit është kontakti me njerëzit, kontakti me demokratët, kontakti me opozitarët, kontakti edhe pse jo dhe me socialistët. Njerëzit duhet ta kuptojnë që programi i Partisë Demokratike është 100% i realizueshëm. Njerëzit duhet ta kuptojnë që 8 miliardë euro buxhet shtetit shkojnë në drejtime të paditura dhe nuk shkojnë në nevojat e qytetarëve. Njerëzit duhet ta kuptojnë që një pensionist nuk mund të jetojë me atë pension që ka dhe që e ka plotësisht të mundur të realizohet premtimin e Partisë Demokratike. Njerëzit duhet ta kuptojnë që ajo rrogë minimale e cila ofrohet her pas here në tregjet tona është e pamjaftueshme për të bërë një jetë normale, jo për të patur lukse të tepruar. Por njerëzit duhet ta kuptojnë që ky vend ka nevojë për rikthimin e shtresës të mesme, e cila ishte zhdukur. Kështu që nevojat janë të pafundme. Njerëzit duhet ta kuptojnë që kjo ekonomi me këtë bilanc tregtar, me këto çmime të rritura, po çojnë vendin në gremin. Nuk mund vazhdojmë. Dhe zgjidhja e Partisë Demokratike është zgjidhje 100% e realizueshme, është zgjidhje shumë praktike dhe do fillon efektet e para 100 ditë pas 11 majit. Lugesh Moshullari, faleminderit që ishin këto minuta. Do kemi